Përshëndetje miq, sot do flas për mosmarrjen e përgjegjësive si rrjedhoj e mëkatit fillestar të njerëzit. Çfarë thot Adami Zotit? Gruaja që ti më dhe, pra ikje nga përgjegjësia. Kur Zoti vjen dhe e pyet Adamin, duke i drejtuar pyetjen kush të tregoi që ishe lakuriq. Kujdes, kjo ndodh pas rënies së njerëzit në mëkatin fillestar. Mos vallë ngrëni, thot Zoti, nga pema, që unë të thash të mos haje. Tani vini re se si Adami përgjigjet. Gruaja që ti më dhe pran, më dha nga pema dhe unë e hëngra. Miqtë e mi, momenti më tragjik në historinë njerëzore nuk është vetëm ngrënia e frutit ndaluar, por fjalia që pasoi, gruaja që ti më dhe. Këtu lind një dramë e thellë, njeriu që shmang përgjegjësinë. Mëkati nuk është vetëm thyrje e urdhrit të Zotit, por është thyrje e karakterit. Historia na jep një ilustrim dramatik në figurën e Richard Nixonit, presidentit famshëm amerikan i cili njihet për skandalin e Watergate-it, që e rrëzoi presidencën e tij. Ajo që e rrëzoi këtë njeri dhe presidencën ishte përpjekja për të fshehur mëkatin, për të fajsuar të tjerët, për të zhvendosur përgjegjësinë, në vend që të thoshte unë gabova. Në vend të një rrëfimi, ai e zëvendësoi rrëfimin me mbulim. Dhe ky ishte presidenti i parë amerikan, i cili largohet me turp. Zanafilla 3 është Watergate i parë i historisë njerëzore. Adami nuk thot Zot unë gabova, pra i tha gruaja, dhe në fund ti. Në fakt, fajsimi është 3 herë. Adami zhvendos përgjegjësinë nga vetja, e çon tek gruaja, tek rrethanat dhe tek vet Zoti. Gruaja që ti më dhe. Më lejo të ndaj disa të vërteta që duhet të mbesin sot tek ju. Zoti thot Adamit, kush të tregoi që ishe lakuriq? Vetëdia e ti lindi me njëherë fajin. Si thot dhe Blaise Pascal, njeriu është i madh sepse e di se është i mirë. Por madhështia humbet kur njeriu refuzon të pranojë mjerimin e tij. Së dyti, mëkati lind justifikimet. Adami nuk mohon faktin, ai zhvendos fajin. Kjo është psikologjia klasike e rënies. Kierkegaardi do thoshte, ankthi është marramendja e lirisë. Kur liria keq përdoret, lind nevoja për të fajsuar dikë tjetër. Së treti, shmangja e përgjegjësive thellon më tej rënien, rrëzimin. Mëkati i parë ishte ngrënia e frutit, i dyti ishte mohimi moral. Në këtë moment, marrëdhënia vertikale me Zotin dhe horizontale me gruan, me njerëzit, thyet. Ndaj, sa herë themi, ishin rrethanat që më detyruan, shoqëria më shtyu, ai, ajo, ata janë fajtorët. Kultura moderne e ushqen këtë. Viktimizimi shihet si identitet, por shërimi fillon me një fjali të vetme, unë e bëra. Rrëfimi është fillimi i shërimit. Zoti nuk bëri pyetje për informacion, ai di gjithçka. Zoti bën pyetje për ndërgjegjen, kush të tregoi, mos vallë ke ngrën, ai kërkon kthimin, sepse kthimi tek Zoti është piknisje e shërimit. Njeriu modern sot fshihet pas narrativave që ai krijon, por Krishti nuk u fsheh. Ai mori përgjegjësinë për fajin ton, për fajin tënd, për mëkatet e mia. Ndaj me këto të vërteta të mëdha për përgjegjësimarrje, për të ardhur tek Zoti me një zemër që rrëfen dhe pranon fajin, le të lutemi bashkë. O Zot, na mëso të themi, kam nevojë për ty. Pastroj ndërgjegjen tonë dhe ndërtoj karakterin tonë. Ndihmona që të marrim përgjegjësitë dhe të përballemi me peshën që prodhon faj dhe mëkatin në jetën tonë. O Zot, falenderojmë që kemi një shpëtimtar të fuqishëm që na shpëton dhe na çliron nga mëkati dhe skllavëria e tij. Emri i tij është Jezus. Zoti Jezus, shtrije dorën tënde dhe preki burrat dhe gratë që janë duke ndjekur tani, djem dhe vajzat e tyre, bekoi, udhëhiqi dhe mbroi dhe ndihmoi që të vinë tek ti me peshën dhe barrën e tyre, por të mos a deleguar askund tjetër përveç se për ta sjellë tek ti, sepse ti je në gjendje të mbash çdo barr, edhe barrën e mëkatit, dhe të shqetësimit dhe të frikës. Dhe ne vim tek ti kështu siç jemi sot, me pendes dhe me përulje. Zoti Jezus, merre barrën e mëkateve të mia, të mëkateve tona, dhe na bëj të lirë. Ne besojmë tek ti. Të dashur miq,
Ky ishte meditimi i kësaj dite, shpresoj që ka qenë bekim për ju. Është vërtet një plagë e madhe ideja e mosmarrjes përgjegjësive në familje, në shoqëri, në jetën tonë përditshme. E kjo mosmarrje përgjegjësisht lidhet me frikën që ne kemi për të përballur me të vërtetën, për të përballur me barrën që prodhohet si rjedhoj e fajit moral. Nëse ishte bekim për ju ky meditim, ndajeni me miqtë tuaj, mezi pres që të takohem sërish me ju nesër në meditimin e radhës, duke vijuar të eksplorojmë më tej dhe më thellë në familjen e parë njerëzore, mëkatin, i cili gërryen si kangren dhe krijon erozioni më të thellë në shpirtin e njerëzit. Dhe se si ky mëkat transferohet tek bijtë e Adamit dhe Evës, e mëtej në kohën tonë. Zoti ju bekoft.